Prandaj, jemi në çaste apo në momente për të cilat i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë Enzilu Rabbuna ila sama'i dunya. Zbrat Zoti jon në qiellin e kësaj bote. Dhe na tregon i dërgoi Allahu sallallahu alaihi wasallam se Allahu thot në këtë pjesë të natës, fa hal min da'in, a ka kush lutet e ti përgjigjna. A ka dikush që kërkon diçka që unë t'ja jap? Fa hal min mustaghfirin fa aghfir lah. A ka dikush që kërkon falje e t'ja faljet. Prandaj ati nuk i fshehet asgjë. Allamul ghuyub. Allahu subhanahu wa ta'ala është i gjithdijshëm për çdo të fshehtë. Sa të fshehta bartin gjokset e njerëzve, sa të fshehta bartin mendet e njerëzve, ati nuk i fshihet asgjë. Sa përjetime dhe gjendje që kemi, a thu vallë, çfarë gjendje kërkon Zoti unë i madh prej neve.